Nëse nuk e kryen e para, e kryen e dyta. Arma Robert Lodhicës ka qenë mbushur. Arma Salisi Kraqës, HS, është armë që e kanë vetëm organin shtetërore. Që ka mujtë me arrit ky me marrë atë armë prodhimit krah. Pse? Thot, lumi jem e shpëtoj sa. Po ato e në reale, koncize, edhe tepër të sakta që shka pa thonë jo në to. A e ki qarë, për shka po të akuzon prokuroria? Jo, se asë kam qarë për ti në 2-3 jetë, pa plaku që të folë të se asë di që a folë. E autorizoj Policinë e Kosovës që të veproj kompetencave të tyre, çdo kohë që e prish rendin dhe qetësinë, keni autorizimin tim ta nxjerrni jashtë dhe të sipas kompetencave që juve ju jep ligji si Policia e Kosovës. E hap zonën e shqyrtimit gjyqësor në çështjen penale ndaj të pandehurit, Korab Gashi, Vatin Ademi dhe Ed Marit, si për shkak të veprës penale mbashkyrje me edhe në personat e nën rrose e në tentativë, tani 173 paragrafin në paragrafin 1.5 dhe 1.19, lidhur me 28 dhe 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, të akuzuarve Robert Lunica, Salisi Kiraqa dhe Fatos Abazi për shkak të veprës penale në bashkëkryer vrasje rënd nga 173 paragrafin në paragrafin 1.5 dhe 1.19 lidhur me 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, të akuzuarit Vesel Bunjaku për shkak të veprës penale manipulim me prova nga 389 paragrafin i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, të akuzuarve Korab Gashi, Vatin Ademi, Ed Marit, Robert Lunica, Salisi Kiraqa, Fatos Abazi dhe Vesel Bunjaku, secili veç e veç për shkak të veprës penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të anëve nga 366 paragrafin të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Të gjithë të të akuzuar sipas akakusë prokurorisë themelore në Prishtinë, departamenti për krime të rënda në nshenjën Kopërni Romak nr. 178 2024 do 12 shkurt 2026. Shqyrtimi gjyqësor fillon në ora 9:10. Konstatoj se në shqyrtim gjyqësor janë të pranishëm prokurori i shtetit Bashkim Zeçaj, i akuzuari Korab Gashi me mbrojtësin e tij avokat Kujtim Kërveshi dhe Xhemal Ademi, i akuzuari Vandrim Ademi, po veç me avokatin Driton Musliu, Robert Lunica, me avokatin kosovare Kelmendi, Salisi Kiraqa, po. Roberti ka dhe avokatin Azim Gjukovi të mbrojtës, i akuzuari Salisi Kiraqa me mbrojtësin e tij avokatin Aser Sofjani, i akuzuari Fatos Abazi me mbrojtësin e tij sipas autorizimit avokati mentor, po mentoria, Ed Marici, me avokatin Visat Haqiveqiri, Vesel Bunjaku, po Visel, mirë, me avokatin Agnes Fura, po, si zë... Po, me autorizim zëvendësues prej, çeku kemi autorizim zëvendësues prej avokatit Driton Muharremi. Po ashtu prezent është edhe përfaqësuesi i autorizuar i të dëmtuarës Deniza Alidemaj, avokati Kadri Nikiqi. A kemi të dëmtuarën Deniza këtu? Jo, po është e gashme në orë për momentit të të një të Prishtinë. Prishtinë, po ftesë ka pas edhe ajo, për në rregull tash shkojmë se i vedini që është e ka cilësinë e palës të dëmtuar dhe ka të drejtë ajo fjalën hyrëse. Mungon e dëmtuara Deniza Alidemaj, cila ka qenë e njoftuar përmes përfaqësuesit të saj, në mungesën nuk e ka arsyetuar. I përfaqësuesi i saj deklaron se njëjta është në Prishtinë dhe është e gatshme të vijë në çdo kohë nëse veçuar ta kërkon që të jetë prezant. Mungon i dëmtuari dëshmitari Valon Jashari, përcjellën stacioni policor Jurgu në Prishtinë përmes emalit datës 25 shkurt 2026, na ka njoftuar se kanë provuar të kontaktojnë tot, por i njëjti nuk është hasur e as nuk është përgjigjur në numrin e telefonit.
A kemi këtu Rinora Dërmotu. Po ashtu mungon e dëmtuar Rinora Dërmotu, e cila ka qenë e njoftuar përmes telefonit, por mungesën nuk e ka arsyetuar. E di, në bazën e 293 kodit procedurës penale, njoftoj palët në procedurë se kjo çështje penale do të gjykohet nga 3 gjyqtarë profesionistë, u hequr nga sekretare Turpi Gjykus, gjyqtare Fatime Dërmoku dhe gjyqtare Alten Murseli dhe Ertan Sejfullah. A keni vërejtje në përbërjen e gjykatës? Palët në procedurë nuk kanë vërejtje në përbërjen e gjykatës. Konstatoj se janë plotësuar kushtet ligjore për bërjen e shqyrtimit gjyqësor, marrë akt vendim. Mbahet shqyrtimi gjyqësor, është i hapur për publikun. Konformimi 296 paragrafi 2 kodit procedurës penale. I paralajmëroj personat e pranishëm në sallë që të sillen sido dhe të binden urdhrave të kryetares së trupit gjykus dhe mos ta pengojnë rrjedhën e procedurës penale. Pasi që konformimi 297 paragrafi 1 kodit procedurës penale kemi kompetencë t'ju shqiptojmë vërejtje, t'ju nxjerrim nga gjykatorja apo edhe t'ju dënojmë me gjobë deri në 1000 euro. Gjoba nuk vjen për të akuzuarit. E gjithë rrjedha shqyrtimi gjyqësor do të audienjizohet dhe do të mbahet proces verbal me shkrim. Ndërsa nuk do të kemi regjistrim në mënyrë video dhe stenografike të shqyrtimit gjyqësor, siç është paraportur me ninin 311 të kodit të procedurës penale për shkak të mungesës së pajisjeve përkatëse. Të akuzuarit, a keni ndryshime në të dhënat personale për si ato? Jo. Jo. Nuk kemi. Të akuzuarit deklarojnë se nuk kanë ndryshime në të dhënat personale, pra të njëjtat si ato të shqyrtimit fillestar të datës 6 maj 2026. Për çdo ndryshim të adresës të akuzuar, ju keni detyrim me njoftuar gjykatën. A e keni kuptuar këtë detyrim? Po. Të akuzuarit deklarojnë se kanë kuptuar këtë detyrim. Kuptim tini 318 paragrafi 2 kodit procedurës penale, palët të dëmtuarit njoftoj se kanë të drejtë të parashtrojnë kërkesë pasurore juridike deri në fund të këtij shqyrtimi gjyqësor. Në bazën e 319 kodit procedurës penale, i udhëzoj të gjithë të pandehurit që të përcjellni me vëmendje shqyrtimin gjyqësor. Ju keni të drejtë t'i parashtroni pyetje, të jepni vërejtje dhe t'i sharrime lidhur me deklarimet e ekspertëve, dëshmitarëve. Po ashtu ju keni të drejtë që të mos deklaroheni lidhur me fajësinë. Nëse deklaroni, nuk e keni detyrimin në vetë vetën as ta afërmit e juaj e as ta pranoni fajësinë. Nëse ju e konsideroni vetën fajtor, pranimi fajësisë mirës si rëton lehtësuese. Të gjithë të akuzuarit mbrojtësit e keni caktuar sipas zgjedhjes suaj, atëherë ju të gjithë a keni kuptuar këto të drejta? A keni kuptuar të drejtat të gjithë të akuzuarit ma përgojnë me kohë se i kanë kuptuar të drejtat e tyre. Në qenë se tani veç kemi hyrë në shqyrtim gjyqësor, ftojmë prokurorin e shtetit që të na lexojë dispozitivin e aktakuzës. Prokuror, nëse kishe mujtë, kemi atë pjesën po e dini që atë pjesë përpurje të aktakuzës, ku kam vendos me atë vendim për personat e ne, nëse keni diçka me precizu, për ndëgjojmë? Faleminderit, nderuar zonë kryetare të Trupit Gjykus, të nderuar të pranishëm, Prokuroria Themelore e Departamentit për Krime të Rënda ngrit aktakuzë kundër të pandehurit Korab Gashi, Valdena Ademi, Robert Lomnica, Salisi Keraqa, Fatoza Abazi, Andrej Lapashica, Dardan Mareci, Ed Mareci, Vesil Bunjan. Të pandehurit Korab Gashi, Valdena Ademi, Dardan Mareci dhe Ed Mareci. Me datën 1/9/2024, rreth orës 22:04 në lokalin From dhe jashtë në rrugën Gazmezari, në Prishtinë, në bashkëkrye me dashje dhe me qëllim hakmarrje, të pajisur me armë zjarri, me qëllim që ta privojnë nga jeta Salisi Keraçën, ata të grupit të tij, Robert Lumicën, Fatoza Abazën dhe Lapashticën, dhe me atras me dëshje dhe me dije, vënë në rrezik jetën e personave të tjerë të pandehurit Vesil Bunjan,
si dhe persona tjerë të gjigjen në lokal dhe afër tij në mënyrë që paraprakisht pjesëtarët e grupit Capa mlidhen, maskohen, pajisen me 2 armë të gjata të tipit AK-47, me 5 armë të shkurta revole dhe mjetet e forta stupca, marrin me vete 3 vetura të marka Porsche, Volkswagen Polo dhe Audi A7, të cilët i ndrojnë targat duke vendosur targat e vjedha, ku tani i ndjeri Premtim Gashi, së bashku me të pandehurit Korap Gashi, Vardrin Ademi, Dardan Maresi, Ed Maresi, si dhe personat të paindividuar, nisën me 3 vetura në drejtim të lokalit Frum, ku e dinë se gjendet Salisi Kraqa në grupin e tij. Ndërsa motiv i këtij sulmi lidhet me konfliktin e mëhershëm të datës 4/3/2024, të ndodhur ndërmjet shkombimit së Kraqës, djalit të pandehurit Salisi Kraqa dhe Pajtim Gashi, vllai të ndjerit Premtim Gashi. Konflikt i cili e ka përshkallëzuar armiqësinë mes 2 grupeve. Sapo arrin në afërsitë e hyrjes së lokalit, zbresin nga vetura dhe lëvizin me shpejtësi drejt hyrjes. Në atë moment i pandehurit Robert Lomnica, nga pozicioni përballë lokalit, fillon i pari të shtim me armë zjarri në drejtim të tyre. Mirpo, pavarësisht gjuajtje me armë zjarri nga ana kundërshtare, tani ndjeri Premtimi, pandehurit Dardan Maresi dhe i pandehurit Korap Gashi afrohen tek brendësia e terasës së lokalit, ku tani i ndjeri Premtim Gashi i pajisur me armë automatike AK-47 dhe i pandehurit Dardan Maresi me armë nga pjesa sipër afër derës së terasës së lokalit, shtihen me armë zjarri në drejtim të Salisi Kraqës dhe Fatos Abazit, ndërsa i pandehurit Korap nga brendia e terasës së lokalit shtihen me armë të shkurtë revole në drejtim të tyre, me çka u shkaktojnë lëndime të rënda turpore. Më pas, duke dalë jashtë lokalit, të tretë së bashku shtihen edhe në drejtim të pandehurit Robert Lomnica. Por në atë momente, tani i ndjeri Premtim Gashi, duke vazhduar të lëvizë në drejtim të pandehurit Robert Lomnica, posa afrohet pranë tij me armën AK-47 në dorë, i pandehurit Robert Lomnica e qellon disa herë duke rrëzuar për tokë, ku më pas e godit përfundimisht edhe një herë në kokë, duke privuar nga jeta dhe hyn mbi trupin e tij dhe vazhdon të gjuajë në drejtim të pandehurit të tjerë. Pas këtij momenti, pandehurit Dardan tërhiq në drejtim të veturave dhe jep sinjalin për tërheqjen e grupit, ndërsa i pandehurit Ed Maresi, i cili deri atëherë ka shtën nga jashtë lokalit me armë zjarri në drejtim të pandehurit Robert Lomnica, e hedh armën e tij, e merr armën e pandehurit Vardrin Ademi, e kap këtë të fundit, i cili ishte i plagosur, dhe së bashku me personat e nën largohen në drejtim të veturave, ku një nga këta persona e nën edhe gjatë tërheqjes vazhdon të me armë zjarri në drejtim të pandehurit Lomnica. Me qasë, si pasojë e këtyre veprimeve të pandehurit Robert Lomnica, Salisi Kraqa dhe Fatos Abazi u shkaktohen lëndime të rënda turpore dhe me çka rrezikohet jeta e pranishme brenda dhe jashtë lokalit me rrezik serioz. Me këtë pandehurit Korap, Vardrin, Dardan, në bashkëhyrje dhe persona të tjerë kanë kryer vepra penale, vrasje e rënda të tatimit nga 173 paragrafi 1 në paragrafin 1.5 dhe 1.1 lidhur me 28 dhe 31 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. 2. Të pandehurit Robert Lomnica, Salisi Kraqa, Fatos Abazi dhe Endrit Lavashtica. Në datë, kohë dhe vend të bashkuar si në pikën e parë të kësaj akuse, në bashkëhyrje dhe me Dashi, të pajisur me armë zjarri, privojnë nga jeta të të ndjerit Premtim Gashi dhe me atë rast, me Dashi dhe me Vedije tentojnë të privojnë nga jeta edhe pjesëtarët tjerë të grupit Capa të pandehurit Korap Gashi, Vardrin Ademi, Dardan Maresi, Ed Maresi dhe personat tjerë e nën, duke vënë në rrezik jetën persona të tjerë që gjenden brenda dhe jashtë lokalit, në atë mënyrë që përderisa janë duke qëndruar në lokalin Frum dhe duke i ditur marrëdhëniet e përkeqësuara mes Salisi Kraqës dhe familjes Gashi, Capat në momentin kur i pandehurit Salisi Kraqa merr informacionin se grupi i Capa po vjen në drejtim të lokalit me qëllim sulmi ndaj tij dhe grupit të tij organizon për duke dëshiruar pasojën, ashtu që me njerë udhëron të pandehurit Robert Lomnica të dalë jashtë lokalit dhe të pozicionizohet i armatosur në afërsi të hyrjes së lokalit, përballë lokalit në anën tjetër të rrugës, me qëllim që t'i presë armatosur anëtarët e grupit të tij. Në zbatim të këtij urdhri, i pandehurit Robert Lomnica del nga lokali, pozicionohet përballë hyrjes së lokalit Frum me pistolet gjysmë automatike tipit Zastava M57, kalibri 7.62
herë 25 mm dhe sa po në drejtim të lokalit afrohen të panderit të grupit Capa, tani ndjeri korap, Premtim Gashi, Korap Gashi, Dardan Mareci, Valdin Ademi dhe Erd Mareci dhe persona tjerë NN, i pandiri Robert. Fillon i pari të shtije në drejtim të tyre, duke goditur të pandirin Valdin Ademi. Në të njëjtën kohë, i pandiri Salis Sekaqa, i pajisur në misionet gjysmë automatike të tipit HS-2000, kaliber herë 9x19 dhe i pandiri Fatas, i pajisur me pistolet gjysmë automatike të tipit Ceska Zantroja 75, kaliber 9x9 mm, të pozicionuar brend në brendësi të lokalit, duke ditë se përvjen grupi i Capa, pozicionuar pranë vijës së shikimit të drejtyres dhe shtinë nga brendësia të rasës së lokalit në drejtim të Premtim Gashit, Korap Gashit, Dardan Mareci dhe persona tjerë, me çast shkaktuar dëmtime të rënda trupore të panderit Korap Gashi dhe persona N. Më pas, kur tani i ndjeri Premtim Gashi, i pandiri Dardan Mareci dhe i pandiri Korap dalin nga lokali dhe afrohen në drejtim të pandiri Robert Lomnica, i pandiri Robert Lomnica shtihen me një bërshëri pluma në drejtim të tani të ndjerit Premtim Gashi, duke goditur në trup dhe pasi njëjti bie në trup, e godit edhe një herë me prerje në regionin e kokës duke privuar nga jeta. Pastaj, hipën mbi trupin e tij dhe vazhdon të quajë në drejtim të pandirëve të tjerë të grupit Capa dhe në fund e hedh armën e tij në rrugë. Ndërsa nga ana tjetër i pandiri Ndrita Bashica, duke vepruar në marrëveshje dhe koordinime të pandirëve të tjerë, drejton motocikletën në afërsitë të ngjarjes, në kohën kur shkëpimi i zjarrit është ende duke vazhduar dhe shtin disa herë me armë në kohën kur shkëpimi me armë të zjarrit të kalibrit 7x65 mm në drejtim të grupit Capa, me qëllim që të dalë në ndihmë të Salis Sekaçës, Lomnicës dhe Abazit dhe të kërkojnë në kryer në mbrojtjen e tyre dhe në mundësimin e tërheqjes së grupit me çast. Si pasojë e këtyre veprimeve, privohen nga jeta e tani ndjeri, Premtim Gashi, për shkak të goditjes me prerje në kokë dhe të dëmtime të tjera vitale, dhe i shkaktuar lëndime të rënda trupore të pandirëve. Valdin Ademi, Korap Gashi dhe personat NN, si dhe vërinë e rrezik jeta e personat tjerë NN të pranishëm në vendin e ngjarjes. Me këtë pandirit të Robert Lomnica, Salis Sekaqa, Fatos Abazi dhe Ndrita Bashica në bashkëpunje kanë kryer veprën penale. Vrasja e Ranganeli, 173 paragrafi 1, në paragrafin 1.5 dhe 1.11 lidhur me lenin 31 të Kodit Penal të Republikës Kosovë. 3. I pandiri Vesek Bunjaki, me datë 1/9/2024, si pasorës së kamerave telefonit, në kohën 21:42 minuta e 16 sekonda me dallim nga koha reale, me njëherë pas përfundimit të gjujtë mes dy grupeve me qëllim të fshehjes dhe manipulimit me prova, përkatësisht me qëllim të pamundësimit të shfrytëzimit të armëve për zhdurë, i pandiri Vesek Bunjaki merr në pozicion 2 armë zjarri, pistoletën gjysmëautomatike HS-2000 kaliber 9x19, të cilën e ka përdorur i pandiri Salis Sekaqa, si dhe pistoletën gjysmëautomatike Ceska Zbrojka 75 kaliber 9x9, të cilën e ka përdorur i pandiri Fatos Abazi me çast. Nga videogjëzimi të kamerave të lokalit shihet duke u drejtuar në terasën e lokalit të Banakut, duke i mbajtur armën në dorë, pastaj duke dalë nga pjesa pasme e lokalit ku i fsheh këto armë dhe me pas, duke u kthyer përsëri në lokal, sipas kohës së kamerave. 21:42:36, tashmë pa asgjë në dorë, ndërsa më pas këto armë gjendet të fshehura në pjesën pasme të lokalit dhe pas ekzaminimit gjen përkushmëri se armët janë të pandirit Salis Sekaqa dhe Fatos Abazi. Me çka ka kryer veprën penale manipulim me prova nga neni 389 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës Kosovës. 4. I pandiri Vesek Bunjaki, me datë ku të vend të përshkruar si në pikën 3 të kësaj, pa autorizim dhe me dashje dhe me vedije, në kundërshtim me ligjin për armët në vend publik, mban në përgjithësi, në kontroll dhe posedim armët zjarri, në atë mënyrë që pas përfundimit të gjujtje, merr në posedim 2 armë zjarri, i bart ato nga lokali i frum në pjesën e pasme të lokalit me qëllim të fshehjes armë, mban armë pistolet automatike HS-2000 kaliber 9x9 mm dhe gjysmë automatike Ceska Zbrojka 75 kaliber 9x9 mm, me çka i pandiri ka kryer veprën penale.
Mbajtjen e përgjegjësisë në kontroll dhe pozitiv të paautorizuar të armën nga linja 366 paragrafi 1 Kodit Penal të Republikës Kosovës. 5. Të panderit Robert Lunica, Salisi Karaqa, Fatoza Bazri, Edrita Bashtica, Kurab Gashi, Vadelja Deni, Dardan Marici dhe Ed Marici. Në datë, kohë dhe vend të përshkruar si në pikën e parë dhe 2 të kësaj akuse. Pa autorizim, me dashje dhe me vdiqje, në kundërshtim me ligjin për armën, në vend publik, kanë mbajtjen e përgjegjësisë kontroll dhe pozitiv të paautorizuar me pozitiv armë zjarri me të cilën kanë kryer veprat penale të përshkruara në sipër në atë mënyrë që i panderi Robert Lunica ban pistoletën gjysmë automatike të cilëve zastava M57 kalibër 7 2 mm i panderi Salisi Karaqa veç ka pranuar fajsin që s'kemi nevojë me lezu, i panderi Fatosa Bazi ban pistoletën e ka pranuar fajsin, i panderi Edrita Bashtica ban armën zjarri të paidentifikuar kalibër, i panderi Kuran ban armën brendësi dhe jashtë lokalit lokalit frum, i panderi ban armë jashtë lokalit, i panderi Dardan ban armë të llojit të paidentifikuar. I panderi Ed Marici ban armën në shkurtër të kalibrit 7 herë gjatë 2 herë 25 mm. Me këtë secili veç kanë kryer veprën penale mbajtjen e përgjegjësisë kontroll ose posedim të paautorizuar të armën nga linja 366 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës Kosovës. 6. Me datën 10/6/2025, rreth orës 8:30, në rrugën Bajram Batir, në rreth 33, në Prishtinë, pa autorizim dhe me dashje dhe me vdiqje, në kundërshtim me ligjin për armë, posedon armë zjarri revole në atë mënyrë që gjatë arrestimit dhe pastisjes së shërbimit të tij, tek i njëjti është gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri i shkurtër llojit Walter me numër seri 100-116 me karikator dhe fishek, si dhe një karikator izbrazët, të cilët i panderi Ed Marici ka mbajtur dhe poseduar në kundërshtim me ligjin për armë. Me këtë, i panderi Ed Marici ka kryer veprën penale, mbajtjen e përgjegjësisë në kontroll ose posedim të paautorizuar të armën nga linja 366 paragrafi 1 Kodit Penal të Republikës Kosovës. Faleminderit prokuror, çështja e 9 personave në pikën 2 të dispozitivit të aktakuzës ka mbetë pas sharruar, ju e keni lexuar atë vendimin lidhur me kërkesat të rrugës të aktakuzës, thotë e 9 personave ju ka shkaktuar lëndime të rënda trupore. Ju dini se lëndimet e rënda trupore për të konstatuar se janë kryer lëndime të rënda trupore pa ekzaminim nuk mund. A keni ndonjë precizim në këtë pjesë? Arsyeja pse aktakuza nuk është thënë plotësim, nuk është që nuk e kam po këto të veta, po është se pandemit kanë qëndruar gjatë kohën në mozën e paraburgimit dhe cili do të çu vepra penale për cilën ata akuzohen, nuk është e drejtë mosa mosgjon ka shumë, prandaj edhe kam shku drejt edhe në gjykatë, u ndrun ty kryetar trupi gjykus, kështu që arsyeja ka qenë kjo se nuk e kuptoj aktakuzën plotësim. A keni diçka prokuror në këtë pjesë? Sigurisht, ndoshta e keni po provat, po edhe gjatë elaborimit të prova, sidomos nga masën e veçanta timore, aty vrejet se të panderit NN janë të lënduar, kanë su lëndime. Për ato, edhe nuk mundja me thonë që atë personat NN nuk janë të lënduar. Ne i kemi marrë gjitha veprimet e duhura. Po, shkruaj që çka është ato prokurorit. Ne i kemi marrë gjitha veprimet e duhura. Ne kemi ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura për identifikimin e atyre personave. Dhe aktakuza si objekt të tërsi duhet të jetë e tillë, se s'mundet me qenë ndryshe. Faleminderit. Kërës të gjitha akuzuar një nga një, a e keni kuptuar aktakuzën vepra penale cila ju vjen në menë? Po. A keni nevojë për sharim në shtesë? Jo, në rregull. Të akuzuarit e tjerë, a keni kuptuar aktakuzën? A keni nevojë për sharim në shtesë për ju
tash i shkoj me radhë sipas dispozitivit 1 i akuzuari Valdrina e keni kuptuar këtë akuzën? I çfarë mikrofonin a keni nevojë për shërim e shtesë nga prokurori nuk keni nevojë. I akuzuari Erta e keni kuptuar këtë akuzën, a keni nevojë për shërim e shtesë? Nuk keni nevojë për shërim e shtesë. Mirë. I akuzuari Robert Lumita, keni kuptuar këtë akuzën, i çoj mikrofonin këtu sepse gjithçka audiencizohet. Nuk e kuptuar këtë akuzën edhe se di që shpi para se këta personat e lënje të plagumjet. I akuzuar. Veç po të pyes, a e dëgjoj, po të flasone e ndëgjon. A e ki qarë për shka po të akuzon prokuroria? Jo, se as kam qarë për ti në 2-3 jetë a bloku që të fojtë të se as di që va fojtë. Se as di që va fojtë. A e din për shka akuzosh ti? Pa akuzojnë a për vrosje të ronë që nëse prane dhe arë bojtë të në regull, do me thonë e din që pa akuzosh për vrosje të ronë dhe dhe mbati ullu. I akuzuari Sali Sekiroqa, a keni kuptua këtë akuzën, a keni nevoj? Këtu gjykon se po ty besoj do t'jetë gjyqi i shpifjeve të prokurorit. Do të mohat men prokurori. Do të mohat men prokurori. Unë e këmë lecu, po nuk e pajtona në regull, a pajtosh, as pajtosh tash ma vurë, e ke kuptu. Në regull, ollu. I akuzuari Fatos, a keni kuptua këtë akuzën, a keni nevoj për shërim e shtesë? Nuk keni nevoj për shërim e shtesë. Të akuzuari në ndrit nuk e kemi këtu. I akuzuari Vesel Bunjoko, a keni kuptua këtë akuzën, a keni nevoj për shërim e shtesë? Nuk keni nevoj për shërim e shtesë. Mirë ollumi. Atëherë. Pasi kryetare të gjykatës binde se të akuzuarit e kanë kuptuar atë akuzën konformimit 321 paragrafin 1 të kodit procedurës penale, të akuzuarve ju ofrohet mundësia që ta pranojnë fajësinë apo të deklarohen të pafajshëm. Para se të njëjtit të deklarohen lidhur me fajësinë, i të akuzuarit me natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë. Nëse ju e pranoni fajësinë, e konsideroni vetëm fajtor, pranimi i fajësisë mirës si rrethon lehtësuese, ashtu e paraqet ligji, ndërsa pasojat e pranimit të fajësisë është se nuk do të administrohen prova në shqyrtim gjyqësor, nuk keni të drejtë të parashtoni ankesë për gjendje faktike në gjykatën e apelit, si dhe dënimi do të jetë brenda minimumit dhe maksimumit të paraportit ligjor. Tani se cili një nga një pyes të akuzuarit se a ndini vetëm të fajshëm apo të pafajshëm. Po, Korab Goshi, akuzuari Korab Goshi, po i dëgjoj. Mirë. Nuk e pranoj fajësinë sepse prokurori nuk e ka asë një provë të vetmen e cila më inkriminon në këtë rast. Në rregull. Po, nuk e pranon fajësinë për vepra penale për cilat akuzohen, pasi që prokurori i shtetit nuk ka asnjë provë të vetme për të vërtetuar se unë kam kryer vepra penale për cilat më vjen në barë. I akuzuari Valdrina Demi Nuk e pranoj fajësinë. nuk e pranon fajësinë. Deklara nuk e pranon fajësinë për vepra penale për të cilat akuzohet. I akuzuari Robert Lumita, lidhur me fajësi. Nuk e pranoj vrosjen e ronë pa mbojtën e pranoj. Nuk e pranoj vrosjen e ronë. E keni pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar? Po, e keni pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar. Nuk e pranoj fajësinë për veprën penale të vrosjes së ronë. Mirë. I akuzuari Sali Sekiroqa, lidhur me fajësinë. Deklaron ai pafajshëm. Mirë, nuk e pranoj fajësinë. Në shqyrtim fillestar ka pranuar për anëvojtë Italia. E akuzuari Fatos. E keni pranuar fajësinë në shqyrtim fillestar për anëvojtë, ndërsa deklaroni pafajshëm për vrosjen në rënd apo? Mirë. Po, se e kemi evidentuar. I akuzuari Ernarevci lidhur me vepra penale. Nuk e pranoj fajësinë për vepra penale të cilën akuzohet. I akuzuari Vesel Bunjoko deklaroni për 2 vepra penale. Po në? Apo vjen këtu se s'po ndëgjohesh, e lëshoni mikrofonin avokat ose moment, ndihmoj ta lëshoni mikrofonin. Se s'po ndëgjohet çka po thoni? Po thëmë,
e pranoj fajsim. Për cilën vepër e pranoni fajsim? E pranoj që ka qitë prokurore se... E pranoni fajsim për gjitha pikat e akuzës që ju vihen në bord ju, respektivisht është pika 4 të dispozitivit të akuzës, 3 dhe 4. Edhe që si këmbo me vedije për presionit për ketë aty, po pushem në planin fajsis. Po, veprimet. Po. Për presionit panikës e këmë konë në një vend kesh. Po, këto veprimit më morë për shkak presionit dhe panikës e cemi. Po, si këmbo me vedije të plurë. Jam gjimë në një një vend të keshme. Si kom botot me ashtu më të gjithë, po i ka po Po, falje. Ndaj e më proponim. Atër, pas pranimit të fajsim nga i akuzuari edhe së Gjunjoku, prokurori shtetit lidhur me pranimin e fajsis, deklaron. Me qenë se sot, në shqytim gjithësor, i pranderë Veset Bunjaku e bëri pranimin e fajsis si pas pikës 3 dhe 4 të akuzës, konsideroj që ky pranim i fajsisë është bërë në mënyrë të vullnetshme, pa presion dhe ndikim, në konsultim me mbrojtësin e tij, në përputhje të plotë me shkresat e landës. Andaj, i propozoj gjykatës që ta aprovoj pranimin e fajsisë për këtë pandehur, sa i përket pikës 3 dhe 4 të aktakuzës, ka të njëzën në kryetor. Faleminderit prokurori shtetit, të masu si ponës dëmtuar? Nuk e kundërshtojnë e pranimin e fajsisë. Avokat, Agnes Pura. Po? Mundësh këto me shpryzone, sepse gjithë shka duhet të audinjizohet, atje nuk keni mikrofona, dhe dëgjojmë avokat. Po, mbrojtja të akuzuarit Veset Bunjaku e mbështet pranimin e fajsisë, pasi që ai është bërë pas konsultimeve të plota me mbrojtjen dhe pasi që të akuzuarit janë shpjeguar natyrat e veprës penale, pasojat juridike dhe efektet procedurale të këtij veprimi. Vlerësojmë se pranimi është bërë vullnetarisht dhe me vetdije të plotë. Prandaj janë plotësuar kushtet ligjore për aprovimin e tij. Rrjedhimisht kërkojmë nga gjykata që ta aprovojë pranimin e fajsisë dhe procedura ndaj Veset Bunjakut të veçohet nga procedura ndaj të bashkëakuzuarve të tjerë. Ndërsa sa i përket shqiptimit të dënimit, Kemi fjallë për sundimtare, Okej. për të pjesur fjallë për sundimtare, pastaj, sepse le. kemi shurtim gjyqësor, edhe për të pjesur Okej, kaq. Faleminderit.
Me qenë se apo që të i akuzuar Veset, akuzuar se i ka shion avokat e të akuzuarve, a pajtoni se cili veç avokat i kujtim, edhe pse s'ka bëj me të mbrojtërin tuaj po, avokati i Valdrinit, avokat driton, avokati i Etik, po, avokat sepse bërë fjallë për të i ka... Jo, nuk kam fare të bëj me të mbrojtërin tim. Nuk ndërlidhet as në veprën të cilën ai e pranon dhe nuk është jo absolut. Me Robertin s'ka bëj. Jo, s'ka bëj me Robertin, po me të tjetër. Po, edhe ashtu nuk është çështje e... E di, po vesh... Po si të qoftë nuk ndërlidhet me të mbrojtërin tim fare. Kështu që s'keni po të kam tuar mirë. Trupi gjykus, pas pranimit të fajësisë ndona të akuzorit Vesel Bunjoku, si dhe pas të vlerimit të prokurorit të shtetit dhe ndërgjit të akuzorit Vesel Bunjoku, avokatit Agnes Bora, trupi gjykus pajtimenin porës dëmtuar, për fajësisë të porës dëmtuar, të agrimi i që ju pyta parimisht, se di që nuk po të bëj, në pajtimenin 245 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 2 të kodit procedurës penale merr akt vendim. Ratot pranimi fajësisë të akuzuarit Vesel Bunjoku për vepra penale, manipulim me prova nga 389 paragrafin 1 të kodit penal të Republikës së Kosovës dhe vepra penale mbrojtjen prodhim kontrollose posedim të paautorizuar të anëve nga 366 paragrafin 1 të kodit penal të Republikës së Kosovës, pas që trupi gjykus u bën se i akuzuar ka kuptuar natyrën dhe pasuret e pranimit të fajësisë dhe pasi njëti paragrafisht është njoftuar nga kryetari i trupit gjykus lidhur me këto pasoja, pranimi i fajësisë është bërë natyralisht nga i akuzuari pas konsultimit të mjaftueshëm me mbrojtësin e tij. Pranimi i fajit nuk është rezultati i përdorimit të forcës, të punimeve apo premtimeve. Pranimi i fajit mbështetet në faktin të çështjes që përmban akuza në materialet propozuara nga prokurori i shtetit, si dhe i akuzuar dhe çdo tjetër që siç është dëshmira dëshmitare paraqitur nga prokurori i shtetit dhe i akuzuar dhe akuza nuk përbën asnjë shkelje të qartë ligjore apo gabime faktike. Prokurori i shtetit, kemi një propozim nga mbrojtësi të akuzuarit Vesel për veçim të procedurës. E kundërshtoni ju, sepse ky është dispozitiva të akuzës për këtë pandehur, nuk ka bashkëkryer, nuk ka është i pavorë dispozitiva për cilët me qenë se i pandehur veç që ka pranuar fajësinë, edhe unë jam i pajtimin që të veçohet procedura për këtë pandehur dhe i njëjti të vazhdoj me procedurën ndarës për shkak se tu vjen në shprehje edhe parimi i ekonomizimit. Faleminderit. Nga municipalët dëmtuara kemi Ndërruar kazarë trupit gjykus, transportuar gjyqtar, prokuror tjetër pranë në sallë. Mbrojtja e avokatit, mbrojtja e pandehurit tani. Ora, kundërshton këtë propozim. Dhe po ma bit fakti që prokurori ka një qëndrim tjetër. Tashi, tu, po. Ma bit fakti që prokurori ka një qëndrim tjetër. Pse? Ose prokurori si ka lexuar transkriptet e masave të fsheta në qendrën para bugimit. Për një urit dhe deklarimet që ka ky pandehur në rastin. Transkriptet, nëse prokurori i ka lexuar, ose prokurori nuk i ka lexuar, a ka çdo avokat, ose prokurori nuk i ka lexuar transkriptet,
po, ose prokurori nuk I ka lezuar transkriptet e masave të veçanta, për një uri që ky pandehur ka për rastin, biseda që ka shvilluar aty gjatë vizitave, prej mënyrës si e spjegon se është ftu për ta futur në Gracë, duke menduar se është I armatosur dhe ka me përdorë armë, prej mënyrës se si është ftuar për ta futur në Gracë, po, duke menduar se është I armatosur dhe do të përdorë armën, I armatosur dhe do të përdorë armën, e deri te veprimet dhe njohuritë e tija që I ka jo vetëm për manipulimin e provave. Prandaj po ma vit qëndrimi I prokurorit. Andaj duke mbështet në këto prova që janë të prokurisë, e jo të mbrojtjes. Ndërshtoj besimin e procedurës për të njëjtën. Faleminderit. Faleminderit avokat. I aktuari para të mbështes një deklarimin për kohë? E mbështes. Ja mbrojtësi ka akuzuarit të vazhdin në avokat? Mos të postorit, që ka avokatit para pa? Në bani titin qëndrim avokatit të rishë. Po, këtë Akuzuari Valdrin, a mbështes një... Mbështes. Mbrojtësi të ndërjutar? Po, gjithashtu. Po, në qëndrim të E mbojnë një qëndrimin. Akuzuari. Faleminderit zënë kryetore. Unë absolut e kuptoj qëndrimin e prokurorit për veçim të procedurës e që është edhe praktike përteqme në rastet kur pranohet fajësia nga një I akuzuar për vepra për të cilat akuzohen. Nuk e kuptoj kolegun pse I pengon veçimi I procedurës ndaj këtij të akuzuarit, kur në cilin do variant. Në momentin kur aprovohet pranimi I fajësisë së tij, as nuk mund t'i parashtrohen pyetje, as të administrohen prova dhe çështja e tij praktikisht është e përfunduar. Përveç shqiptimit të sankcionit penal nga ana juaj. Shqiptimit të sankcionit penal nga gjykata. Dhe unë mendoj se në këtë kontekst kolegu I nderuar të I kaloj edhe veprën penale ose përmbajtjen e akuzës në raport me këtë të akuzuar me atë që deklaroj. Ndoshta është dashur në fazën hetimore të intervenoj në forma të tilla, nëse ka pas teori, por tash është unë për gjithçka. Faleminderit. Ja akuzuari Robert Lumbica, mbështes një avokatin? Po, e mbështes. Në rregull.
Ka më Kasopjani? Nderuar përgjigjues. Nderuar përgjigjues. Besoj Bonjaku akuzohet për vepra të veçanta. Asnjë vepër për cilën e pranoj pajësim nuk ka të bëjë as me dispozitivin e parë, as me dispozitivin e dytë. Në asnjë formë nuk do lidhet. Nuk ka të bëjë me në pikën 1 dhe 2 të dispozitivit të akuzës, dhe nuk ka asnjë ndërlidhje me to. Po ashtu edhe vepra për cilën e ka parafojnë. Janë dy vepra post festum, e që në dispozitivet e aktë akuzës E që në dispozitivin e aktë akuzës që ka të bëjë edhe me mbrojtjen tim, nuk ka përfare relevancë. nuk ka se ta dy që kanë pranuar parti të këto vepra. Nuk ka përfare relevancë. Andaj nuk e kundërshtojmë edhe veçimin e eventual të procedurës, apo çfarë do forme që gjykata e vlerëson në raport me edhe me respektimin e drejtave të pandehur në procedurë. Pandehur. I akuzuari Sadim më shtasni deklarimin e avokatit të ne? Projekti ka akuzuari ka posta bose. Po, avokat mentor? Faletëria kryetare, përpozimin e përsërit ato që marrën me qeveria kosovare, mirë të tjerë, ne pajtohemi plotësisht që procedura ndajë akuzuarit është e njohur të vështirë. Dhe ato aspekte të cilat do vënë në përgjithësi para. I akuzuari fatos në mbështetjen e avokatit tuaj? Policia. Trupi gjykues pas këshillimit me vendim konformitet të kategorinë procedurës penale dhe procedura penale për të akuzuarin Vesel Bunjaku, por të KPK-s një procedurës. Fjala përfundimtare për të akuzuar do të mbahet nesër me datë 27 tetë 2026 në ora 13 për avokatin edhe mbrojtjen, 27 prokurorin edhe mbrojtjen të akuzuarin në ora 13. Shurtimi gjyqësor për të çështja penale do të krijohet lëndë e re. Kanë mëjnë fiksat? Kanë mëjnë edhe i gjështanë.
Mundën edhe 13 orë mundën i prokuror. 13 orë. Mundën. I diri. 13 orë. I diri. 13 në rregull. I akuzuari Veseli dhe mbrojtësi Agnes Furari mund të largonin nga salla veç vini ma vonë me nënshkruar procesin, me ju do kemi përfunduar. Po. Atëherë, shqyrtimi gjyqësor vazhdon me fjalën hyrëse të parëve. Në rregull. Prokurori i shtetit, në fjalën hyrëse deklaron. A ka dhe për të mbrojtjen, propjet të fjallës për përmëtore? Thënë drejtër fjallë hyrëse me qëllë një formular. Po ndëgjën, a ka nevoj me shumë proces verbal? Jo. Prokurori i shtetit në fjallën hyrëse deklaron, fjallën hyrëse kam përgatitur me shkrim dhe të njëjtën do të elaborojë në plikat shkurt. Nderuar zonja kryetare, nderuar anëtarë, të nderuar të pranishëm, prokurori i shtetit të paraqes vlerësimin e qeshjes penale provat përmes të cilat do të vërtohet se ngjarja e datës 1 shtator 2024 në lokalin Fromu dhe hapësirat përreth tij në rrugën nga Menzavi në Prishtinë nuk ka qenë një incident i rastishëm apo përplasje atë por përfundimi i konfliktit të mëhershëm ndërmjet dy grupeve të cilat atë natë ka rezultuar me një rëballë të armatosur me pasojë jashtëzakonisht të rënda. Humbjen e jetës së të ndjerit për tim, gashi, plagosur panderëve të tjera dhe marrë rrezik të drejt për drejt të jetës dhe personave të tjera. Gjykatës lidhur me këtë çështje penale. I kemi prezantuar provat, materiale dhe ato personale me të cilat do të vërtohet akta akuza e prokurisë është e bazuar në ligj dhe në prova konkrete. Nderuar zonja kryetare, të nderuar anëtarë. Akta akuza e parashtruar kundër të akuzuar është argumentuar në prova, të cilat janë siguruar gjatë fazës së hetimit dhe nga ato prova do të argumentohet fakti më rëndësi që në veprimet e të panderëve manifestohen të gjitha elementet esenciale të verës penale që ndërpunë me prova. Gjatë këtij shurtimi gjyqësor, prokuria nuk do të mbështetet në një provë të vetme dhe as në deklarimin e vetëm të një personi, rrjedha e kësaj ngjarje, rolin e secilit të panderur dhe veprimet e ndërmarra para, gjatë dhe pas kësaj të provën përmes tërësie provash që plotësojnë njëra tjetrën, videogjizimet nga vendi i ngjarjes dhe lokacionet të rreth, raportet dhe ekspertime balistike, ekspertime mjekëligjore, prova të ADN-s, deklarimet dëshmitare, raportet policore, si dhe incizimet nga transkriptet të siguruar përmes masa të veçanta hetimore. Nga këto prova do të vërtohet çdo veprim hap pas hapi në mënyrën se si është përgatitur dhe zhvilluar ngjarja. Prokuria do të provojë se konflikti i kësaj ngjarje kishte filluar dhe ishte përshkallëtuar më herët, ndërsa mbrëmjen pjesëtarët e grupit Njur Cafa në mes të tyre edhe ndjej Preti Gashi, të panderit Korap, Gashi, Valdreni, Ademi, Dardar Marajci dhe Erz Marajci së bashku me persona të tjerë e në internalizuar dhe janë nisur drejtërin ku ndodhet i panderës seti sigaraja dhe personat që qëndronin me ta. Prova që do të administrohet do të tregojnë se ardha e tyre në vendin e ngjarjes nuk ka qenë e rastishme. Ata kanë qenë të pajisur me amë të gjata dhe të shkurtra. Të maskuar kanë përdorur disa automjete dhe sipas provës siguruar gjatë hetimit janë ndërmarrë edhe veprime për ndryshimin e tarmave të automjeteve me përdorimin e tarmave të vjedhura. Këto rrethana të vlerësuar së bashku me lëvizjen e tyre të koordinuar dhe mënyrën e afrimit drejt lokalit do të shmojnë për një veprim të paparaditur dhe të rrethtuar drejt qëllimit të përbashkët. Me arritjen e parë lokalit, pjesëtarët e këtij grupi zbresin me automjete. Tani të drejt hyrjes së lokalit, tani pandjeri, Premtim Gashi, të panderët Ardan, Korap Gashi, depërtojnë në drejtim të rast, ndërsa edhe persona të tjerë veprojnë rreth hapësira. Nga ky moment fillon shkëmbimi intensiv i të shtënë, në të cilët përdoren një numër konsiderueshëm armë të kalibra të ndryshëm. Gjithsej 84 gëzore janë gjetur në vendin e ngjarjes. Prokuria do të vërojë se Korap, Gashi, Valdreni Ademi, Dardar Marajci dhe Erz Marajci
se cilin veprimet dhe kontributin kanë vepruar në bashkëri. Veprimet e tyre të vlerësohen në ndërhyrjen në përgatitjet ardhur bashkë, armatosin, pozicionimin, përdorimin e armë, mënyrën e tërheqjes pas përfundimit të vllazë. Në këtë drejtim, rrethësitë e veçantë kanë provë siguruar përmes masave të veçanta atimore, të cilat do të ballafaqohen me deklarimet e mëmoshit pandëror nga vitegjizimi. Gjykata do të ketë mundësinë të vlerësojë vetë përputhjen dhe mos përputhjen ndërmjet saj që disa predikatërë kanë deklaruar formalisht gjatë procedurës dhe që rezulton gjatë komunikimit të masave të veçanta atimore si dhe prova objektive të vetën e gjësh. Rezultatet nga masat e veçanta janë shumë të mira. Kanë dhënë rezultate të jashtëzakonshme nga vetë pohimi i tyre. Në sistemin tonë drejtësisë, çka kam pa unë për shumë kohë gjatë që jam prokuror, është një nga rastet e rralla që kemi pas sukses nga masat e veçanta aty. Në të dy anët, edhe nga ana e grupit capat, edhe nga ana e grupit sigrashe, e tregojnë ngjarjen e tërësi. Ato masat e veçanta janë urdhëruar nga gjykata. Edhe rezultatet të cilat kanë sjell masat e veçanta hetimore janë që kanë me pasqyru gjendjen reale në përputhje me prova tjera. Dhe janë provat se shumica e pandërorëve, po sidomos dy të pandërorëve, e tregojnë ngjarjen në tërësi. Edhe veprimet të cilat i ka ndërmarrë. Keni parasysh zonën gjyqtare, kryetari për gjykatës. Nuk po thon veç rastisht. Po në masat të shefta keni menime për pancirë. Para minuti, pancirë po nuk arrit mu marrë edhe me shku. Thot shkova me kërku pancirin, po nuk më premtoj t'i koha. Keni me ndëgju gjëra që flitet shumë për ndikime, pse jo me fort, qysh mi azistu provat, qysh mi dhënë 50.000 euro, kreti kini të pasqyruar në masat më shefta, edhe madje e kini edhe frazën e frashme. Nëse nuk e kryeni e para, e kryeni e dyta. I nderuar të gjykus. Provat tregojnë se veprimet penale në ata nuk janë të kufizuar. Nga masat veçanta, të cilat do të administrohen gjatë gjykimit, si dhe nga vite që do të dojë se pas të informacioni, Sali Sikiraqa, i drejtohet të pandërit Robert Lomnica, duke kërkuar që hyjë të jashtë. Më njëherë pas kësaj Robert Lomnica del nga pale dhe pozicionohet në anën tjetër. Arma Robert Lomnicës ka qenë mbushur. Do të provohet se si ky shtën kur të vinë ta. Madje, diçka është shumë e rëndësishme që më tha mua gjatë hetimit. Arma Sali Sikiraqës, HS, është armë që e kanë vetëm organet shtetërore. Që ka mujtë me arrit ky me marrë atë armë për dhejmit krah. Do të provohet në tërësi se si Sali Sikiraqa ka qenë tërësi informuar. Zënë gjyqtare, unë e di që këta dy parë, unë tash e përshpëriti një i pendirë, por nuk kam rëndësi. Këta jo e ndëgjumë edhe më herë gjatë pranimit fajsisë tyre. Po masat e veçanta, veprimet të cilat janë ndërmarrë në zbarën e këtij rasti kanë qenë të jashtëzakonshme. Mos me pasdash pasojën, Sali Sikiraqa. Mos me pasdash pasojën. E ka pas kohën që me thirrë ky policia. Policia brenda 1 minute ka shku mëse ka ndodhur ngjarje. Ky e ka ditë që këta bëjnë. Për shto e ka qitë Robertin aty në Evonë, specialistin e gjyqjes. Ky e ka ditë që copa të vinë. Ky më pas me dash pasojën e ke shtirë policinë. Unë e kom bu me mëndje Sali Sikiraqa. Në zyre, një paradite e ke marrë pyetje, ka vizatu të unë në rastin e propozimet e tina i kum shiku se shka po deklaron. Por,
vjen rrova edhe mbrojtësit juaj, tash është rrova e prokurorit, është çështje procedurës, procedura i po është formale. Dëgjoj, mos interfero, se tash ju njoftova që në fillim nëse prishni rendin edhe qetësina mund edhe më nxjerr prej gjykatorës. Kështu që keni parasysh mos interferoni në rrjedhë të procedurës. Është koha kur prokurori i shtetit e jep fjalën hyrë, mos interferoni. As ju, as një tjetër. Vazhdoni prokuror. Dy grupet e kanë ditë që kanë më konflikte. Nuk ka dilem se provat që cilat I keni siguru nga veprimet hetimore. Edhe prova e gjyqës në armë, hësë 2000, nga sëri siguratë. Dhe prova e lidhë në sëri siguratë. Dhe prova që e lidhë me Robert Lomica. Edhe videogjizimi që është një aftiron për ta prova. E lidhën me veprimet e tyre. Pra, këtu në këtë rast janë dërmarë që gjitha veprimet që e pasurinë gjithë faktike reale. Nuk kemi na me thonë, jo e po aktron prokurori, jo prokurori koka I keq, jo ato. Prokurori është prokurori ka një betim, kose ka dikush për këtë prokuror, organet jonë, mund edhe prokurori më arrestu, nuk është e problem hiq, po jo në seancë me thonë që prokurori ashtu ose kështu. Në raport me Fatosa Bazi, do të paraqiten provat ADN-s dhe ato balistike që e lidhin me mbajtjen e armës. Është interesant për reportare. Fatosa Bazi edhe nga masat e nëshefta në azëton një person kyç. Pse? Thot, ljumi jem e shpëtoj sarë. Tjetra. Thot, ljumi jem e shpëtoj sarë. Ljumi jem e shpëtoj sarë. Edhe çështja tjetër. Ky e spjegon çështjen e ardhjes së dëshmitarit. Dëshmitarit, vallai kallëzoi. Po I tha atina ditë atje, edhe shajt. To nuk I kom shpiku. To janë nga masat e mshefta. Kofse nësi kimi ngu mirë të masat e mshefta, mundet ngu këta, mundet ngu këta mund të bëqykus naturisht. Po ato e në reale, koncize dhe tepër të sakta që shka pa thonë jo në to. Nderuar të gjykus, ky është një rast kompleks, përganuar persona, prova dhe veprimet e dëmarra. Po thelbi është I qartë. Gjatë shqyrtimit gjyqësor, do ta shihni pamjet e regjistruara nga lëvizjet e pandehore. Automjeti. Ku thon kështu, e ki në veprimet në masat e mshefta që e spjegon edhe kështu. Thot I pandehori Valtri. 3 herë shkuam, po ky që unë me mua, që ka qenë në burg me to, mas jenë vendos masën në shefta, konkretisht e ka fjallën për pandehori korap se s'ka pas tjetër atjere, burg komando s'je. Edhe pasqyron gjendjen faktike të mirë, se si kanë shku, se si kanë organizu, se si kanë marrë kerrat, se si kanë hungër fara, e gjitha veprimet për të shkuar të vendi ngjarjes edhe për ta kryer aktin. Nuk mundet me thonë që unë kam bërë shumë vëmendje pandehori korap. Madje, ju I kemi kthye edhe një herë ju kemi kthye të prova se ky ka thonë unë kam shku një disa metra për mas. Unë e kemi marrë na me shiku a kemi vend ngjarjes tjetër. Në vend ngjarjes. Shtrohet pyetja. Një pyetje thjesht. Ku plagos ky? U plagos 10 metra më larg, a 20 metra më larg? U plagos vendin e ngjarjes. Që s'ka pas shans ky plumin ku ka marrë mu plagos asër. Provat të cilat jonë, skicimi, fotografimi, ADN-ja, edhe tjerë, jonë reale dhe të cilat e vënë barë në përgjësis për ta. Unë kuptoj që pandehori që në paragodim. Po, duhet me kuptu që tu kemi një rast tepër të rrallë. Ka humbur jetën një njeri,
janë plagosur pa ne dhe kemi vëndin e rrezik persona tjerë. E kemi një dëshmitar kyç që ai dëshmitari na tregon neve se sa përpara kohës i ka shku, i ka thonë Salisi Kraqës. Po cilën kjo vërtetohet edhe nga prova tjera. Nuk vërtetohen vetëm nga ai dëshmitar, po vërtetohen nga transkripti. Transkripti i bisedës që u regjistrua e deklaron dhe nga vetë pozicionimi i Panderit Robert vërtetohen fakte shumë rëndësi, se aty nuk ka qenë gjithçka rëndësishme nga ana dy grupe. Dyat kanë qenë përgatitur për rolin se cilin e kanë pasur. Andaj, në fund, pas të këndërimit të këtyre provave, si provoi çështjen, konsideroj se pa me dyshje do të vërtohet se në veprimet e të akuzuarve të si përstitutur më lartë janë manifestuar elementet e veprat penale të përshkruar në aktivat akuzës. Faleminderit. Faleminderit, prokurori i shtetit, vazhdon me fjalën kryese të përfaqësues të palës së votuar. Mikrofonin. Të nderuar kryetari të gjykus, të nderuar antar të gjykus, të nderuar prokuror, kolegë pranishë në salë. Gjatë këtij shërtimi gjyqësor do të vërtetohet se të akuzuarit Salisi Kraqja për proces e keni apo? E kam shumë veç një kopje nëse do nësë në A doni me fund në proces verbal apo ja jepni gjykatës kopje? Ja dorëzoj kopje. Në rregull, ka fjalën përfundimtare kam fjalën hyrëse, e kam në të përgatitur me shkrim, një kopje të kësaj do t'ja dërgoj gjykatës dhe të njëjtën do ta elaboroj shkurtimisht. Edhe prokurori i shtetit edhe ju duhet ta përcjellni një email të tringës fjalën hyrëse, në mënyrë që t'i pajisim avokat për fazat e mëparshme të procedurës së mëdhenj. Undane? Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor do të vërtetohet se të akuzuarit Salisi Kraqja, Fatos Abazi dhe Robert Lumisa në bashkëkryer kanë privuar nga jeta të ndjerin Premten Gashi. Po ashtu do të vërtetohet se paratakisht, para fillimit të incidentit, të akuzuarit Salisi Kraqja, Fatos Abazi dhe Robert Lumisa dhe persona të tjerë të marrin veprime përgatitore duke u organizuar në pozicione të caktuara. U i akuzuari Robert Lumisa urdhërohet që të dalë në rrugë përballë lokalit dhe të qëndrojë në gatishmëri. Veprimet përgatitore të cilat shpërfaqin qëllimin dhe pajtimin për ndërmarrjen e veprimeve të kundërligjshme për kryerjen e veprës penale të vrasjes. Po ashtu, nga provat materiale dhe atë video incizimet do të vërtetohet se këtu i akuzuari Robert Lumisa pa qenë sulmuar nga askush dhe pa u kanosur nga ndonjë rrezik. E nxjerr armën nga brezi dhe i pari fillon të shkojnë në turp. Do të vërtetohet se i ndjeri Premten Gashi, duke u larguar nga vendi i ngjarjes, i plagosur bie afër lokalit auto elektrika, i parrezikshëm në gjendje të rëndë, me 4 plagë me armë zjarri në trup, qellohet në kokë nga i akuzuari Robert Lumisa, e që gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor do të vërtetohet se plaga në kokë ishte plagë detektoriste. Nga provat materiale, konkretisht nga videoincizimi i marrë nga kolegji Pjetër Budi dhe atë konkretisht në kohën 21:40-41 të regjistruar në videoincizim rreth një mjet bus trotuarit, e që gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor mund vërtetohet se ky mjet në këtë kohë të regjistruar është një automatik dhe atë bazuar në mallësinë e tij. Nga vërtetimi i kësaj rrethone, do të vërtetohet fakti se i ndjeri Premten Gashi, në rastin kur është rrëzuar në tokë, i plagosur, ka qenë pa asgjë në dorë, dhe në këtë mënyrë qellohet në kokë nga i akuzuari Robert Lumisa.
Nëse vërtetohet se mjek i buzë trotuarit është automatik në kohën kur I ndjeri tashmë veç ishte qelluar në kohë nga akuzuari Robert, do tjetë të domosdoshme që gjatë këtij shërtimi gjyqësor të vërtetohet rrethana se kush e vendosi automatikun në trupin e të ndjerit Trentin Gjoshe. Në lidhje me kërkesën pasurore gjatë këtij shërtimi do ta dërgohet më shkurt. Faleminderit avokat. Është për nënshkrim. Të koni një kopje për që ka isur mbrojtësit me fjallë hyrëse, prokurorit dhe të pasësit autorizuar. Avokati Kujtim Përveshi ka paraqit përmes e malit gjyqtar, ka paraqit një kërkesë që fjallën hyrëse ta bëjë përmes prezentimit, po avokat besoj që keni laptopin. A keni hapësit mjaftueshme, nëse jo, a ju shërben kjo mjaftueshëm? Tash nuk e di sa na duhet kohë për të organizu, kisha preferu me qenë të aja tavolin, për shkak se këtu me të vërtet mund ta përballojmë sot dyqysh fjalën hyrëse, po mbrojtjen me këtë landë me që tavolin të vogël nuk e di që shëtrim. Avokat? Nuk pak e shkuptim, nuk e kemi uzurpuar të zonë këto. Jo, s'tu drejtova në drejtit, në kuptim. Por që nga fillimi, kur kemi hyrë, pala tjetër jam pozicionu ande, sepse është fare e lirë si për ty, si për mu, mund është edhe marrë më shërby, dhe mi vendet, dhe deri sa të organizot propozoj 10 minuta pauzë, është edhe marrin pa hajt. Po, avokate është e drejtë, avokat Kujtim, a ju mjaftoj 10 minuta për Jo, më veç më duhet IT-a I gjykatës 10 minuta është në dispozicionet dhe IT-a. E kemi njoftu? Aty një vend, aty hyn krejt me ta liru këtë. Krejt. Shërbimi korrektus, 10 minuta pauzë, deri sa shkohemi gati, deri në ora 20 në drejt. Njësë Armin. Ajo të akuzuarit Avokatit si ma jemi? Po, vend të avokatit me tërë është avokatit I tjerë? I tjerë në marrë me autorizatën të parlamentare në zhjiri. Për vetë në vend të avokatit mentor me zhjiri, me autorizim zëvendësus është avokatit I tjerë një manë. Ka shumë për shumë. Po të vazhdojnë me paraqitin e fjallës fisën nga mbrojtësi pasurore Korakosh, avokati Kujtim Përveshi, po avokat ju ndëgjojnë. Faleminderit kryetar, është komplet gjykatës edhe njerë, të nderuar gjyqtar, prokuror tjerë pranishëm sot. A është e gjitha për proces verbal? E gjitha për proces verbal. Faleminderit. Aktafusa u shtruar për veprat penale dhe në tërtim. Nuk ka asnjë provë materiale që mbështet atë. Kam disa pika të cilat duhet të jap një lloj përgjigje në pretendimet e prokurorit, e të cilat do t'i paraqesim nga një e vjen. Po që lidhen edhe me ato që kam parashikuar se do të marrin në fjalën hyrëse.
Intervencionin Hyrse. Që kam parashikur se do ta ndodh. Prokurori ju tha juve, nga të lavarimit të fjalës hyrse, se ai nuk mbështetet vetëm në një provë. Vetëm në një provë. Gjatë këtij shkëlqimi gjyqësor, do të vërtetohet se prokurori për të mbrojtjen tim nuk mbështetet në asnjë provë. Jo në një, po në asnjë. Ja pse. Të mbrojtjen tim, prokurori që në kohën e hetimeve, deri sot, do shta dhe në fund këtij procesi gjyqësor, i jep atribute fizike që njeriu nuk mundet me i pas. E vendos në skenar si me qenë figure shohë. Sot këtu juve tha se Krap Goshi ka hinë në fakt. Sot juve tha se ka pas armë të shkurt. As një provë materiale për Krap Goshi, as për armë, as për ADN, as për zhojët në një armë, as për armë, as për ADN, as për zhojët në një armë, as për gëzhojët në një armë. Qarë do provë tjetër materiale shkencore? Prokurori nuk e ka. Ta shpaqare, e ngriti vetë se kam pas nërmend me thonë, nuk e di nëse e kam fjallën hyrë se kam popje, se kam lezu. Po. Por më duket... Po në, avokat Shërbehoni, se është e drejtë e një. Faleminderit. Më duket që kur nisi me folë se çka do të ndëgjoni, e përmendi dhënien e mjeteve për t'i dëmtuar provat. Si që Ludova nuk e ka në fjallën hyrse, po ka folë jashtë fjallës. Tash kjo, për respektin ndaj prokurisë se kam detyrim me rujt kodin etik, është diçka që është përmend edhe kur e ke marrë pyetje Krap Goshin. Prap ju thom se kam pas përmend me thonë, po e përmendi prokurori vetë. E tash duhet me shpjegu çka ka ndodhur. Kur i kam marrë prova trup gjykus, kam konkludu që i hetimin, i kam marrë prova, trup gjykus, kam konkludu që hetimin dhe çështjen e 50.000 eurove e kanë përmend të pandehurit të këtij krahu. Të pandehurit të këtij krahu. Dhe kështu si provë në drejtim të grupit të Sekiraqës. Ta shtu shumitore se kështu për i thirë dhe prokurori. Në grup të Sekiraqës si që quan prokurori. Tu pyetja parë është kush i ka drejtu të ashetimet. E qysh kam rikë informacion të prokurori, e keni në përgjime. Drejtua hetime. E qysh kam rikë informacion të prokurori, e keni në përgjime. E qysh kam rikë këtë informacion të prokurori, e keni në transkritet. Transkritet përgjime. E prokurori e keni në transkritet. E që ka më vërtetu gjatë shkëlqimit gjyqësor. E që do të vërtetohet të shkëlqimit gjyqësor. E vërteta e këtij rasti është se i mbrojturi im dhe bashkëshortja e tij flasin për pagesë të një banese. Për pagesë të një banese? Po. Hapni i fojzat. Zonja Goshi
e njofton bashkëshortin e saj se borxhi i mbetur i vlerësit është paguar 30.000 euro. I vlerësit është paguar 30.000 euro. Dhe i mbrojturim Korap Goshi, bashkëshortes së tij, në mënyrë veton të dhimbshëm, për atë që ka pas të paguaj çmimin e plot, thot as i kisha. Për to kemi me ndërzu prova materiale. Me tonë të dhimbshëm, për atë që ka pas të paguaj çmimin e plot, jo mas dhimbshëm, për atë që ka pasur të paguaj, që ka pasur të paguaj çmimin e plot, i thot. As i kisha, dhe me ka si kisha dhe 20.000 tjera. Është fjala për vlerësin. As i kisha, dhe me tonë vlerësi. Për çka do i dorëzojmë provat materiale? Me kohë. Fjala është për vlerësi. Edhe do të dorëzoj provat materiale. Me qenë se prokurori e qeli vetë sot fjallë hyrë se sta, vërtetën e kësaj pune e kam marrë vesh kur i kam lexu, e studiu, e rilezu, e krahasu krejt provat. E kam marrë vesh kur e kam lexu, e rilezu, e ndëgju krejt provat. Krejt provat. Prokurori, thonjet e grupit tjetër që i kanë ardhur përmes atyre që i kanë dëgju e i kanë transmitu bisedat në i ka sjell provë. Që kjo është fakt. Në i ka sjell provë. Që kjo fakt. Që është e kuptoni këto, është kur t'i krahasojmë datat kush kur çka ka folë në për transkriptet të përgjimeve në buzë. Të kuptoni këtë, kjo do të kur t'i krahasojmë datat e masave të fshehta dhe bisedave në qendrat paraburgimit. Datat e masave të fshehta në bisedave në qendrat e paraburgimit. Si e ka leju prokuria kjo me ndodhë, dhe çfarë provu të besimit ka prokurori? Dhe çfarë provu të besimit ka prokurori? Me i ardhë këto fjalë prej grupit tjetër dhe me na i shqit si prova edhe sot në fjallën hyrëse është për të habit. Me na i shqit për një shqit. A shqit të ata po? Po, me na i shqit si provën. Po provë tjetër? Në të fjallën hyrë. Po themi? Po. Për të habit po. Kam me folë në fund me leje, duke u lidh me fjallën hyrëse të kolegut në kiqi, për shka dhe kom kërku asistencën e pajisjeve. Po më lejoni të shkoj radhazi, i kry vësë dhe një atri çështje tjera, pas taj këthejmi prap të kjeti. Nga referencat që boni prokurori në transkripte të përgjime, po besoj që e ka fjallën për të bashkakuzuarin Valdren, sepse tha jam një aty që e shkrujnë e përshkrujnë. Trop gjykus? Një aty që e shkruajnë e përshkruajnë. Trop gjykus, ashtu si që ju kryetare me të drejtë kërkuat deklarimin e prokurorit në i lëndimeve të rënda, po që nuk ka qenë interesi mbrojtjes për ta vazhduar petejen letrash, për shkak se ky proces 2 vite tashmë javën tjetër i bën që janë në paraburg të gjithë paraburgosrit, jo vetëm një. Por sot me qenë se kemi nis këtë proces, duhet me thonë se as për të mbrojtërin tim, as bashkakuzumi që po i referohet masa të fshehtë. Bashkakuzumi ka plagë penetruese në kokë. Kësë duhet më ndalë? Bashkakuzuari ka Valdren, ka plagë penetruese në kokë. Veç duhet më ndalë
me shiku, përveç raporteve që i kanë marrë nga SQKG-ja, këtë kush mendim s'ka dhënë për këtë punë. E di që këtë vit... Nuk ka dhënë mendim për këtë. Për këtë punë. E di që këtë vit është bo një vlerësim nga psikologu. E kjo çështje e neurokirurgut. Kjo është çështje e kirurgut. E çështja tjetër të përgjimet e të bashkëakuzuarit Valdrin që po i referohet prokurori si provë konkluzive. Vetëm pak nga avokat. Çështja tjetër që po i referohet prokurori. Si një provë konkluzive kundër të mbrojtërit tim, mbrojtëri im në ato përgjime këtë punë me emën s'to merret. Pile, nuk përmendet me emën. Ashtu me emën nuk përmendet. Pile, mbrojtja beson se është ngatrim identitetit. Me që ky bashkëakuzuar thot, ndër të tjerash, se ka qenë një person i plagosur, por nuk ka hyrë në spital. Ka qenë një person i plagosur, por nuk ka hyrë në spital. Prokurori e përshkroi videoincizimin nga kamera e kolegjit Pjetrbullit. Dhe gjithë fjala e tij, diku 80%, mbështetej në shikimin vizual të atij videoincizimi. 80% mbështetej në shikimin vizual të atij videoincizimi. Po, shtu në përqend. Mbështetej në shikimin vizual të atij videoincizimi. Kur foli se me kujdes e kanë dëgju mbrojtjen edhe deklarimin e Koragoshit, gjatë marrjes në pyetje. Nuk ju tha diçka shumë e rëndësishme. Që ne mas dhënies deklaratës për vendin ku Korabi ka thonë se kam qenë, gjithsesi kur kam mri, ne e kemi pa pastaj videoincizimin. Kemi pa pastaj videoincizimin. Për herë të parë. Dhe prokurori tha ja, dhe i që du e kap kamera ma nërë se ka. Ne kemi shku si mbrojtës, unë dhe avokati Florent Latife. Edhe në mas kësaj, ku është Koragoshi? Cilit jetuja që kishte? Keqari mund të thëmë që prokurori nuk e thëmë. Se din asa. Nuk e ka di. Se din asa. Nuk e din asa. Dhe ku që e madhe është që gjatë raporteve analitike të policisë, gjatë hetimeve, personi i parë që bie në tokë hetuesit në raport i thonë prokurorit dyshojmë që kjo është Koragoshi. Dhe ja kështu ka vazhdu komplet gjithë faza hetimeve me një konkludim që s'ka përfundu kërkon. Nuk ka përfundu kërkon. Duhet me thonë që prokurori ka injoru duke qenë krejtësisht i bindur se e din ngjarjen ma mirë se gjithë tjerë. Edhe ne kemi pas vullnetin me besu që kështu është.
e ka injoru kërkesën për 2 dëshmitarë që kemi propozuar me to. Tash më duhet më kthy se kush i ka në thojza, kush i ka shkelluar hetimet, duhet me kthy në thojza. Në mbështetje të asaj që u tha në fjalën hyrëse të avokatit Pales dëmtuar, qofse kisha mujt me vazhdu njerë me laptop, e pastaj kalojmë të kjo pjesa tjetër, nëse është e mundshme. Jeto? Që të vazhdojmë me pamje vizuela, po... Po, so. Folje për paracykovat që kur e ndalim screenin i hek kompletove provat prej. Nëse s'ke gjim atje, ato po. Dhe zhjith neve të nësal, janë fotografi, screenshot të mija nga video incisiv. Po, specifikon janë fotografi në ekran, që një fotografis të screenshot të barangonë. Të 2 provë. Të 2 provë. Video incisiv. Tash... Unë fillimisht duhet me kërku falje prej familjarëve, edhe kisha lutur trupin zgjidhus për publikun me e kursy transmetimin e atyre pamjeve që do shfaqet. Për shkak të ndihmërisë të njeri ka fëmijë, ka familje, ka rreth familjar. Ju kisha lutur për ç't kujdes. Sora, no? Visko? Ka dhe qanë po? Të thoni që këto pamje mos me dollë në publik. Atëherë, trupi gjupus pas qëllimit në Arabidel, ndalohet publikimi nga media i pamjeve që shfaqen në ekran. Për shkak të ndryshmërisë të rastit, sidomos për familjen e të djetë. Është njerëzore, po me qenë se më në dhe vendimin është, më në vendimin e parë. Por në... Me qenë se më dhe vendimin, thash po në do të prokuror. Jo e vendimin e parë, thash. Po, prokuror ka të bëj me çështje. Pa di une, e di edhe une... 2 fëmijë janë asaj, pa nuk e di. Edhe unë jam pro asaj, po o dash me marrë vendimin e parë, thash. Mirë prokuror. Por besoj që skepsisht është për publik.